s'kam thonë gabim dhe s'kam pse dyshoj, që kryetaria e parlamentit të Kosovës që sapo ishte zgjedh, unë siç e dëgjova ashtu si e dëgjova shpejt në lajme, sikur kisha thënë që për çështjet kombëtare, më duk duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Edhe unë ngjau mënyra nga ajo fjali e shkurtër që ka qenë shkëput nga kontekstin lajme, që redukton të kombin vetëm brenda territorit Kosovës, për kombin Dardan gjoja. Edhe unë kënaqem që Kosova krijoi qeverinë e re, po s'merdhi mirë. Nuk merdhi mirë dhe bën një vit të gjatë. Po një mik i mrekullueshëm dhe njëri i letrave më thot që e ke gabim, thot, unë kam dëgjuar atë fjalimin e saj dhe nuk pash që të kishte e lëndë në kuptonte më të shprehte që qunë kombin mrena territorit kufive të Kosovës së sot me kombin Dardan, pra nuk e qunë atë komb, nuk e kam patë, dhe unë s'pata baza po arsye, nuk kisha që të dëshoj, edhe e kjo ishte në Shqip. Pastaj pata një video tjetër në anglisht për Ashkenazi, për këto që futet Ashkenaz. Edhe për këto më bën një mik tjetër, për zoti Grushman, më bën në telefon, edhe më thot që Sami ka gjonat pa qartë aty në videon tate për sa i përket që futeve Ashkenaze, është Ashkenaz vetë. Edhe thot për arsye se thot ti e nën kupton që kur erdhën, thot, këto, çka quheshin, kur erdhën këto romakët në Levant, ti tha, paramendon, tha, ky Grushman, që ka pas 3 lloj grupe që futesh. Kanë qenë Meseraj, që janë këto vensit që kanë ngel atje kryesisht në Iran, edhe një pakicë e vogël pati që në venet arabe, kryesisht në Bagdad, në Irak. Edhe tha, ti mendon, tha, që ka pas 3 grupe, tha ky, pra që kanë qenë Meserajt, janë vensit, Ashkenazit, edhe Safarit. Safarit gjus këta që janë në Spanjë dhe në Portugali, tha, ti mendon, tha, që këto kanë ekzistu kur prishet tempulli, që prishet në vitet 70, tempulli 2. Tha, unë tha, nuk e përjashtoj, tha, idenë tate, që peleset, këta Pelesin, Pelazgët, pleksen me që futet, se i tregon edhe Biblia, po dishte lexosh. Për shembull, unë ngatroj, them Salomoni dhe Samuel, është një tjetër, nuk është Samueli as Salomon, po me së fillon, Samuel, Salomon, po është një tjetër që martohet 2 herë, është një nga këto gjykatësit, edhe mreti i Jerusalimit që martohet 2 herë me gra Pelazke, me gra Pelese. Edhe tha, natyrisht që, më thot Grishman, natyrisht që po të lexosh me kujdes, është e dukshme që Pelazgët, ose Peleset, ose Filistins, martoheshin me Izraelitët, edhe është e papërjashtueshme që gjaku Pelazg ka ndërhy, është mpleks me gjakun që fut në atë kohët e bronzit, kur po maron të koha bronzit dhe fillon të koha e hekurit ndalë kjo. Por thot kjo ka qenë, në qoftë se ka qenë e mbar popullore, që tha nuk ka qenë e izolume. Edhe kështu që termi Ashkenaz tha nuk ka ekzistuar atëherë, sepse nuk ekziston rekord. Nuk ka ekzistu, tha atëherë. Nuk ka pas, tha Ashkenaz, nuk ka pas grupe, 3 grupe, këto krijohen më vonë, thot ky. Edhe krijohen, thot, bile, thot, për herë të parë, përmenden histori, diku nga shekulli 10, 11, diçka e tillë,
që përmendën këta ashkenazit në Gjermani. Mirë po, unë me njëherë fshiva videon. Nuk e fshiva videon se jam dakord me Gershman, por e fshiva sepse unë nuk e pas kam dhënë tamam atë video në anglisht, atë idenë time se kam përcjell tamam. Edhe njëherë, ato që unë them nuk janë fakte. Ato që unë them janë spekulime, janë hipoteza, por që në qoftë se i lexojmë gjonat me kujdes, janë më shumë të mundshme se sa të pamundshme. Një. E dyta, kur unë përshkruaj këtë libër, që kthehem rrallë, se më morin gjonat e tjera për para, por kur kthehem këtë temë që më tërheq shumë kjo temë, kur kthehem edhe kam për shkakun një ditë si shpatë dje, edhe më vjen keq se i mora kohën që kisha për website-in Ergjova me pelazgët, me peleset, pra dhe me, ose Filistin si që unë ju, dhe me qifutët e hershëm, më merë kohën e punëve të tjera dhe e lej prapë mësore. Por unë e fshiva se idenë time unë se kisha dhënë të qartë, jo se s'është e vërtet. Pastaj, kur unë shkruaj për këta, që janë fakte historike, të interpretuar nëpërmjet rrëfimeve që kanë bjetu biblike, unë nuk shkruaj që të përsëris ata që kanë thonë studiusit dhe historianet për shekuj, sepse nuk bëj një tekst shkolle. Po që se unë shkruaj një tekst shkolle, atëherë që të tjerë të aprovojnë edhe të jepet në mësim, duhet korrespondoje së të paktën mos kundërshtoj faktet që ekzistojnë. Ato që të rrema për të sajume për të vërteta, por që janë bo established history, ajo historia themelume, pra kur shkruaj një libër shkollor, që nëzon se duhet të mësojnë për shkolla, duhet jesh i kujdesshëm, se dalin akademikët pastaj dhe kundërshtojnë. Por unë kur du të hedh një tezë të re, një ide të re, ti duhet jesh si që është Grandalipaj për shembull, me këto nismët e tij gjuhësore. Për shembull ti ke këto, unë e quaj këto liliputët shkencëtar që përsërisin çka kanë thënë tjerët. Kështu ka thënë Majer, kështu ka thënë ky. Këta janë këta përsëritës, këta bëjnë summary tjereve, këta nuk janë historianë, këta nuk janë gjotarë. Këta janë njerëz, ne i quajmë për gjotarë, sa që kemi trunin. Këta janë njerëz që vetëm hedhin në letër ata që kanë lexuar për tjerëve dhe sikur të bësh për kufizimin, një summary, një përmbledhje, kurse shkencëtari i vërtet ngrihet kundër asaj që është established, që të bjerë diçka të re që s'ekziston, që do të kundërshtohet me mesjar nga established knowledge or history, nga kjo që është që ekziston, edhe nga këto liliputët që kanë diploma, nga këto shqyrmoria e njerëzve që ne i majmë për shkencëtar, janë thjesht përsëritës të atyre tjereve. Lexojnë çka kanë lexuar në për libra dhe atyre referohen, sa që kanë trunin, s'kan horizont për vete, nuk kanë logjikën për vete, nuk e kanë kapacitetin dalin kundër asaj që është shkruar. Metën vetëm mrena atyre kornizave që kanë lexuar. Këto për mua janë shkrimtarë, këta janë kërkues, shohin çka është, e përmbledhin dhe ta thonë ty në formë tjetër. Pra, ajo çka është thonë, ata s'thonë gjë të re. Kurse Dalipaj thot një gjë të re. Libri që unë përshkruaj për shembull për pelazgët edhe për ashkenazët, është komplet kundër asaj që tregohet, por që merr aty këtu grimcat vogla që janë lënë e janë harru, edhe janë lënë mes dorë se nuk janë pa, edhe me ata mundohem të rindërtoj atë hipotezën time, po të bazume në bazë të fakteve që këto vetë i kanë nënvlerësu. Kështu që unë nuk pres që masat e akademikëve, në qoftë se do lexojnë herë këtë libër, ta pranojnë, ato do të më hidhen për fyti, edhe duhet më hidhen,
Pikërisht, prandaj unë e shkruaj librin, që tjetë ndryshet atë që është tërgu dhe sot historia, por ama tjetë po me faktet e tyre, po me ato ngjarjet që ato nuk kanë mund të shpjegojnë se i kanë harruar dhe se si kanë pa. Edhe mirë po pse e fshiva videon? E fshiva videon unë për arsye se unë nuk e kisha bot qartë idenë time që Ashkenazi si grup do të ketë jetu. Ka qenë para tempullit, si grup në vete. Edhe për këta, unë tash nuk do të bëj prap në anglisht, për arsye se s'du që Gershman, ky shoku dhe miku im i mirë, ta mori këta që du të hedh poshtë idenë e tij. Natyrisht që do ta bëj më vonë, po jo mrena ditës sa po e fshiva atë. Edhe, pra, sipas Gershman, Ashkenazi term shfaqet për herë të parë si term në fundet e perendorisë romake, kur që futet për arsye të ndryshme tërhiqen në vendet e Gjermanisë nga Evropa e poshtme, pra shkojnë drejt Evropës qendrore edhe në veri, shkojnë atje për sa të merreshin me biznis dhe me tregti, edhe u garantun këto, duket ka qenë Karli, u garantun këtyre qifuteve që në qoftë se ju pini atje do të mbroheni, pra nuk do keni problem nga popullata vendse gjermane, do mbroheni nga ushtria romake, do t'i kryejmë qytete kështu lagje mrena qyteteve, të fortifikume, që ne do t'i kryejmë mbrojtjen edhe zot ju marrim as taksa, vetëm që të ngrini ekonominë se merreshin me këta, dhe kur ata shkun atje, këto quajtën Gjermanin Ashkenaz, edhe quajtën veten Ashkenazi. Kjo është ajo që tregohet, kjo është ajo që dinaj, edhe kjo është që tregohet kudo nëpër libra, studiosit që fut këtë tregojnë, që kështu nisi edhe përmendet për herë të parë, që futet që shkuan në Gjermani në shekujt e fundit perendorisë romake, quajtën Gjermaninë Ashkenaz, edhe quajtën veten Ashkenazi. Por kjo kohë shumë jashtëzakonisht e shkurtër për të ndryshuar pamjen fizike, që quhen këta të genit, që ndryshon me këta sefaradik gjusje në Portugali dhe Spanjë. Edhe kur i thash që kjo nuk më ndodhi, por kaq pak shekuj që i bjen sa i bjen nga viti 1200, i bjen më pak se 1000 vjet, kështu do i bjen 800 vjet. Unë mendoj që nuk ndryshon, ai tha ndryshon. Për arsye, dhe ka arsye që po ti marrësh për shembull shqiptarë dhe ti çosh në Egjipt, ato marrin pamjen e Egjiptit, egjiptianëve edhe në qoftë se nuk janë pleks me gjak me egjiptianët. Unë nuk mendoj atë, unë mendoj që është gjë tjetër kjo, edhe për arsye se të gjitha ashkenazit kudo që kanë jetu, në Gjermani ku flasin jedish, ata jedish flasin në fakt kudo që kanë jetu edhe edhe në Rusi, edhe në Ukrainë, edhe në Shqipëri, gjithë këto që janë atje në Spanjë, të sefaradik, gjithë kanë pothuajse një fizionomi këtë kërkoja. Pra ai mendon që këto karakteristikat pamjes fizike janë atributi i kësaj geografike, si thanë zonës geografike ku kanë jetu, dhe ty ka pak. Por për mu nuk ishte të bëj kundërshtim, nuk ishte të bëj debat, natyrisht që folem gjatë, me argumenta, ai me të vetë dhe unë me të mijat, por unë u binda, jo sa i kishte të drejtë në teorinë e tij, por u binte që unë se kisha shpjegu mirë teorinë time, edhe për këtë mu desh ta heq videon dhe hoqa videon. Pra, ajo është që hipoteza ime, spekulimet e mia, janë të tilla. Unë shkoj për te asaj që thjesht ka pas mpleksje gjaku. Natyrisht kanë qenë pelazkët, kanë jetu për një kohë gjatë dhe mpleksjet janë kudo, janë në gjuhë. Është Jahuja për shembull që është perëndia e tyre, perëndia
e qefutëve Perëndia e parë e qefutëve Ibrahimit, Jahuja ka jetu më shumë të shqiptarët, se sa kjo Perëndia Jahu, se sa jeton tek qefutët vetë që janë Jahudi. Janë shqiptarët ata që edhe sot e kësaj dite që nga Jako, e përdorin Zotin Jahu, pa ditë që e përdorin, në çdo shprehje, më shumë se sa mërë Zotë thonë mërë Jahu. Vazhdon ajo, 12 perëndit e pellazgëve, që bota e njefësit grekëve, kthehen në 12 fiset e qefutëve. Pra ka mjaft përveç se pamjes fizike që janë pleks këto pellazgët e Levantit me qefutët ose izraelitët e Levantit, ka mjaft në të gjitha sferat e jetës duket që janë plekset ndërthurjet. Por ky Grishman mendon edhe justifikon gjakun, se ata kanë gjakun, po t'i marrësh e shkenazit gjus, kanë gjakun e atyre që mund të gjesh në e gje, fiseve pellazgë mes dy grekëve. Këta shujnë grek, se kështu quhet këto, kur s'ka pas grek në atë kohë, po s'përshpun, kështu të tregohet historia. Pra i kanë këta genin, po kur gërmon në Ashkelon, në Ashod, në Gaza, që gërmojnë këto gjenë gjithmonë, gjithë të qeramikët që janë, të pellazgëve, ose të pellesave, ose të filistinëve, janë të njëjtët si që ishën në Majsinia, pra në ata shkaqësuesët Greqi. Por edhe njëherë, Grishman mendon të kështu, sa është rëndësishëm Grishman, është rëndësishëm sa është nga lexuesit fjallavje, që kështu do ta interpretoj çdo kush që do ta lexojë, dhe unë e shikoj me kujdes këtë para se ta botoj librin, që ose do të aprofundoj ndonjëherë këtë libër, do të shikoj me kujdes se si e pret një person, jo për kritika, se unë s'du të shkruaj ata që ata kanë lexuar për libra dhe besojnë, por sa unë kam mund të paraqes hipotezën time bindshëm ose me argumente që mund duken dorë trokiqme edhe nëse si bindjerë, pra ka ca baza. Unë se kisha thonë, edhe prandaj fshiva videon, dhe kur se kam thonë video, do thotë që duhet se kam thonë mirës në libër, sepse ato që unë thash në video janë pak a shumë për mbledhje rreth asaj çështje në libër. Pra edhe njëherë, besimi i Grishman dhe gjithë atyre që studiojnë historinë qefutët e ashkenazëve nuk e përjashtojnë idenë, ndoshta nuk u pëlqen, por nuk e përjashtojnë idenë që në gjakun e qefutëve ashkenaz ka gene të iliro-pellazgëve, qoftë atyre që ishin në Sardinja dhe jug të Italisë që ishin etruskët, po një familje pellazgë, siç janë edhe Feniksit, siç janë edhe Frigët, siç janë edhe Hittites, etruskët, Fenikset, Hittites, Phrygians, natyrisht Ilirët dhe Grekët janë qendra atyre, me kam lafin kur tham Grekët, falni, tham Hellenët, fiset Hellene, edhe fiset Ilire. Që këta janë zemra e pellazgjisë. Por ky mendon se në çdo popull, si në çdo popull, komplekse me tjerë natyrisht që do të ketë përdhunime, do ketë nga herë martesa, do kenë sklavër për shembull që merren femrat si skllave dhe lindin, pra përzihet gjaku. Por kjo do të thotë, mendon Grishman dhe si Grishman mendojnë gjithë këta që janë marrë me këto studime, që natyrisht do të ketë pas përzirje gjaku. Kurse unë, idenë që kam, se kisha thonë të qartë. Edhe duhet të them, e kam rregullu tash në libër, atë fragment dhe mori gjithë ditën duke. Unë mendoj që pelazgët, ose pellesët, ose njerëzit e detit, ose pushtun, si që thonë qefutëve, pra të pushtun, ata që pushtun, i thonë bile me emrin shqip pellazgëve, i thonë pushtus, kështu është emri, nuk është Filistin, nuk është pellesët, nuk është njerëz të detit, mund t'i përmend njerëz të detit, po i quajnë pushtun, pra të pushtusit, se ishin pushtus. Po këta nuk pushtun Izraelin, këto bile nuk pushtun as Kananajt që janë aty. Këto
settled, si thonë, u vendosën, ngritën ne I kemi thonë colonized. Nuk jam I sigurt nëse kolonizuan, se kolonizim do thotë që ka qenë një qytet më para, edhe shkon dhe kthen. Por këto u vendosën, ngritën qytetet. Pra jetun në bregun e Gazës, edhe të ndam nga fisët Izraelitë dhe nga Kananajt. S'kan qenë të ndam, por që ishin gjithë, siç janë shqiptarët me grekët sot. Edhe kanë pas vazhdimisht edhe luftra dhe lanca, siç do të gjithmonë. Pra kjo është ndryshe nga sa paraqitet që ne s'kemi pushtim të fisëve izraelite nga pelazgët. Kjo nuk ekziston pushtimi. Kemi luftra dhe kemi që kanë jetu në Levant bashk, pra komshi. Por luftrat her mos hershme, edhe marrëdhëniet her mos hershme me njëri tjetrin, edhe lancat ndryshme dhe vetë për shembull mbreti David, që vret këtë ciklopin e madh Goliaja, që ishte një nga pelazgët, po ky ka gjetë refuz, si thonë, është mbrojt nga pelazgët, mes pelazgëve, kur kishte një konflikt me fisët e tjera që fute. Kështu që ka qenë e përhershme kjo hera lanca, her misi e hera misi e konflikte. Por problemi është që këta kanë jetu veçmas. Edhe këtu unë krijoj racën Ashkenazi. Pse? Po të lexosh Biblën e vjetër të çifuteve, atje përmendet fjala Ashkenaz për herë të parë. Edhe përmendet kanë ata kombet, është Bibla e vjetër që ka një kapitull rreth kombeve. Edhe kur flet për kombet, flet për një Ashkenaz, për dëgjojeni me kujdes. Është një nga ato që mbijetoi atë që quhet atë qametin, themin, edhe flat, atë noz. Edhe Ashkenazi që përmendet atje në kohët shumë të hershme, para se të vinë palestinez ato pelazgët në para luftës së Trojës, para shkatrimit të madh që bëhet në Pelazi në kohën e Broncit, me marimin e kohës Broncit. Pra, përmendet Ashkenazi. Po si përmendet? Përmendet si një prins apo I një treve në veri, kjo është shumë e rëndësishme, në veri, I bjen veri perëndim të Izraelit, diku rreth Anatolias ku jetonin fisët pelazgë. Natyrisht që ka emër tjerë, Bibla e vjetër nuk përdor emrin pelazg, po në Turqin, në Anatolia, jetonin fisët pelazgë. Pra ishin edhe I herë frigët, ishin këtej më poshtë në Lebanon, Finikset, ishin Hitajt, ishin Helenet edhe Ilirët, Dardanët kryesisht. Pra, atje në këtë botë është Ashkenazi. Ashkenazi pra fillon dhe përdoret një term për të huaj që s'janë Izraelit, që s'janë qëfut, që s'janë Izraelit, nuk e di nëse quheshin qëfut, nuk mund të quhem qëfut në atë kohë, nuk ishin akoma për qëfu këtë fen e hebrenjëve. Por nuk ishin Izraelit. Pra, Ashkenazi për herë të parë përmendet në Bibël për një emër në veri, faktikisht veri perëndim, I bjen, në veri të fisëve izraelite që s'është Izraelit. Pra, në mënyrë etnike është një racë e huaj, siç kanë quajtur grekët për shembull barbar, racet të tjera që nuk flisin hellene dhe kanë fjalët që nuk flisin gjuhën që ata kuptonin. I qunin barbar. Kur çdo që nuk fliste që bën bër, se s'e kuptonin gjuhën fjalave. Pra, ai që nuk flet gjuhën e tyre. Kështu ishin Ashkenazit. Edhe më vonë përmendet nduket në Jeremiah 10:05 e diçka tillë, nuk jam shumë I sigurt, po përmendet në Jeremiah, I believe, aty në ato të gjykatësve, përmend Bibla, përmend një mbretëni për perëndëri e Ashkenazit që është prap në veri. Kjo spekulimi im.
është që fillon të përdoret termi ashkenaz për një grup njerëzish që jetojnë në veri të Izraelit dhe që s'janë Izraelit. Termi ashkenaz tash. Se në fillim përdoret si emër një personi dhe pastaj përdoret si mretni, por janë të lidhme me veriun e Izraelit, me raca jo etnike izraelite. Tash çfarë ka ndodhur? Pelazgët ose pelesët ose njerëzit e detit me shkatrimin e madh që ndodh në Pelazgji, kryesisht në midis Turqisë edhe Egjeut, në kohën e Bronzit Age, ku në mënyrë letrare apo figurative është personifikuar me shkatrimin e Trojës, shkatrimin e madh, luftën e madhe të popujve Pelazg, që është po atje. Pra, përkon me pikrisht me shkatrimin e madh që ndodh në Pelazgji në fundin e kohës së Bronzit dhe fillimin e hekurit, kur këto pastaj dyndën masivisht Pelazgët e atij territori që ne i quajmë pak a shumë Iliri ose Helena o Ilir. Edhe është ajo kohë që vin nga veriu edhe shkojnë poshtë në jug, natyrisht që marrin juglindje në Levant edhe vendosen pelesët atje. Pra këta vin si një racë ashkenaz. Në qoftë se ashkenaz ka fillu të emëroj se i ka emëru këta që kur para dyndjes së Bronzit, këta i përmenin në Biblën e Vjetër. Bibla Vjetër shkruhet shumë vonë, por përmend aktet e qëkushme dhe figurët e qëkushme në mes tyre termin ashkenaz. Tash çfarë ka ndodhur? Këta nuk erdhën si poshtues, që erdhën për shtembull romakët dhe poshtuan krejt Ilirin, edhe natyrisht që do të ketë pas kompleksje. Edhe në qoftë se është e kaloj masën e në qoftë se themi që nuk ka pas për shembull populli jon, ashtu si dhe populli hebre, ka qenë popull që e ka rujtët e gjakun e vetë, nuk është kompleks, po kjo s'do thotë që nuk ka pas femra që janë përdhënu, i kanë vra për shembull burrat dhe i kanë përdhënu gratë, kështu që kur pushton një poshtues natyrisht që ka përzierje, por këtu nuk është pushtim. Kur erdhen, pavarësisht që quhen poshtues, se kështu quhet në termin hebre, Palestinët quhen fushton, që do thotë poshtues. Pra, ata që poshtuan vendin. Por nuk ka pas kështu që ishin kudo në për fiset e Izraelite dhe edhe bonën ato djegjet e përdhunimet e kudo të jo apo marteset. Këto ka janë të veçmas. Tash çfarë ndodh? Shumë prej tyre kanë qenë meshkuj, për arsye se gjithmonë migrimi në ka luftrash mundet, por kjo është një hipotezë që hidhet poshtë, por pavarësisht ne flasim tashti. Martesat, nuk po flasin ke përdonimet, midis pelesëve që janë palestineset, ato dashë pelazgët, edhe fisëve izraelite, ka qenë kryesisht martesa kur marrim pelazgët meshkuj, martohen me femra qifute. Se po të ndodhë ndryshe nuk është më qifut, si mas qifuteve, duhet një femër qifute ta lindi fëmin që fëmija tjetë qifut. Pra në qofë se një gru qifute lind një fëmi me çdo lloj ta lindi me arreqi, apo me pakistanez, apo me shqiptar, apo me grek, a me muslimanët krishterë, quhet automatikisht qifut. Fëmija që lind nga një gru qifute, jo nga baba, kur lind nga nona, quhet qifut. Kurse një burr qifut, në qoftë se martohet me një gru jo qifute, me Gentiles, atëherë fëmija nuk është qifut në bazë të kulturës, traditës, fesë. Pra, në qoftë se ne do kemi një grup që u kriju midis
pelazgëve dhe jahudive apo ku do diun izraelitëve, ky grup është i tillë që gjaku patriarkal apo mashkullor nga baba është pelazg, por nona gjaku matriarkal apo linja femërore është izraelit. Në këtë kohë metët që fut nga feja, por Ashkenaz, Northern, i huj, se Ashkenaz pati tash termin, pati fitu termin tjesh në veri të Izraelit dhe i huj. Tash çfarë ka ndodhur? Në qoftë se pelazgët merrnin gratë, se kanë marrë edhe ato, kanë qenë edhe mretër edhe që kanë marrë gra pelazgë, pelese që futet, por ata nuk lindin që fut, ata se duhet jetë gruaja, nona duhet jetë që futet që të vazhdoj quhet që fut. Kurse këto, kur merrnin, do thotë që i merrnin nga Izraeli, edhe martoheshin dhe ato do t'i thonin Gaza, apo në Ashkelon, ku ishin këto vendas peleset, ku kishin ndërtuar qytetet e tyre, apo Ashod ku tjetë. Edhe tash krijohet një racë e re. Raca e re është qifut i tyre, sa është nga nona, i qënë qifut kërsa, por është Ashkenaz nga baba. Pra Ashkenaz është etnitet. Ashkenaz është etnitet nga vjen. Kurse qifut është besimi shpirtëror, vjen nga nana. Kështu që këto metën qifut, po Ashkenazit huj të veriut, pavarësisht që është i bjen në jug perëndim, i bjen Palestina me Izraelin, por ishin të ardhur nga zona e Ashkenazit, nga zona e pelazgëve, se këta janë quajtur për herë të parë Ashkenaz në Bibël. Quhet Ashkenaz dikush që jeton të janë Anatolia, ja harroj emrat, unë sot ju e dini që unë ngatroj emrat i Berisha me Ramën. Pra tash çfarë ka ndodhur? Ky grup që futesh, nuk po flas për kompleksin anakand fisëve izraelite, po po flas për këtë grup që krijohet. Ky grup, spekulajon, është kriju rreth Ashkelonit, është një nga qytetet e peleseve apo pelazgëve, është kriju, ka ekzistu dhe ka jetu si Ashkenaz që do thotë përzierje me të huj, Jabanxhi, Muhaxhir, për ka qenë Ashkenaz, ka ekzistu, por që ishin qefut, ishin tyre, qefut Ashkenaz. Tashti, jo rastisht, themon, që kur këto nuk quajtën Spanja në Ashkenaz, qefutet, që është në jug, po quajtën Gjermaninë në Ashkenaz, që është në veri. Shikojnë e lidhin tash i prap. Pra, edhe janë këto që duken pak ndryshe, që me fe janë prap, që fut, kurse me gjak duken që kanë gjak evropian, kryesisht e kanë gjakun të majsinjës, pra të fisëve, Iliro Greko-Pelazga, Helena-Pelazga quaj. Mirë po këta unë nuk kam arrit të thëmë qartë në video, se kisha thënë qartë në libër, duke menduar që e thash edhe në kuptova që Ashkenazi, edhe në qoftë se nuk përmendet në libër, është krejtësisht e mundshme që të ketë qenë një grup qifut midis pelesëve edhe fisëve izraelite, që nuk kanë qenë as pura pelazg, peles, po dhe as pura qifut, apo hebrejnë, që ose mund të quajmë gjithë fisët dhe izraelite hebrejnë të 12 fisët, por që pra nuk ishin edhe qifut për nga fisët izraelite, po edhe Ashkenaz për nga pelazgët, pra të huj, e të veriut. Edhe kjo quhen pra të huj e të veriut. Tash kjo është spekulimi që unë jap, që unë mendoj shumë i bindë, që unë jam i bindë për këta, për mua është komplet histori e vërtet në bazë vetë fakteve, por për botën është spekulim. Natyrisht që për akademikët do jetë përtalje, askush do t'i pranoj, se se pranon kush atë zërin kundër për zërin e ri. Nuk prish punë. Por ajo që unë desha të them është se unë nuk isha arrit të them qartë mendimin tim që këta nuk kanë qenë që kanë lindë kudo në për Izrael. Kjo është tjetër që mund të ketë nga këta, do të ketë kudo. Por ka qenë një grup
që është midis pelesëve ose pelazkëve edhe izraelitëve që është qujtë Ashkenaz do thoshte spekulimi im në atë kaj veriut, nda edhe qujnë këta Gjermanin Ashkenaz, e kanë qujtë këta, po këta Ashkenazët, po këta qujnë edhe vetën ama. Kjo është problemi, që ata jo vetëm qujtën Gjermanin Ashkenaz, po qujtën dhe vetën. Problemi është që këta do të kenë pas qujtë vetën gjithmonë dhe nuk dolën aty dhe ndrun emrin, se të gjithë këta burimet gjaja historike tregojnë që kur shkuan këto në Gjermani, ja vun emrin Ashkenaz Gjermanisë, këta që futët dhe ja vun vetës ti nuk e ve emrin me njëherë Ashkenaz, ti do të kesh pas emrin Ashkenaz, i veriut, Northern, jo Izraelit, por që fut. Pra jo Izraelit me gjak, por që fut për nga shpirti nga nana, se me gjak e themun për nga linja mashkullare e prindërve mashkullar, pra babës linjës. Pra edhe njëherë, kur dikush ty të kritikon, duhet kesh kujdes, se ndoshta ajo teoria që ti po thu nuk është bindse. Natyrisht ti nuk don që ata të pranojnë apo jo, po ti teorin tatë nëse se kanë kuptuar dhe qartë, do thotë se ke shpreh qartë. Sa më gjoka ju përshëndet.